kam shpesh prindër që më thonë do ikim nga Shqipëria sepse duam të realizojmë ëndrat e fëmijëve. Dhe u them ti mund të shkosh në Angli, Itali, Gjermani, Amerikë dhe ëndrat e fëmijës të realizohen në Japoni apo në Afrikë. Pra, fëmia do vendosi vetë për ëndrat e tij. Është shumë e rëndësishme që ne t'i japim dashuri, veshmbathje, ushqim, gjumë, pra disa norma dhe sigurisht i plotësojmë anën emocionale, por ëndrat fëmijët do t'i realizojnë vetë. Dashura mama, jo vetëm ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen këtu në Mam. Sot do të kem një mami të cilën e kam vënë re dhe sigurisht që më impresionoi shumë në shfaqjen e saj në një prej emisioneve të Opinion. Ka qenë gjatë fushatës zgjedhore në fakt dhe është vetmja mami që pash në mënyrë publike që kishte bebin e saj afër, dhe jo afër, po në gjim. Dhe ishte shumë impresionuese në fakt në një mori zhurmë, siç është fushata elektorale, sigurisht presioni njëkohësisht, mami Dorina ishte sërish në detyrë për beben e saj të vogël. Faleminderit që je sot në Mam. Faleminderit ty shumë. Dhe faleminderit që edhe atë pamje që ne pam nëpërmjet emisionit Opinion ti nuk na e kurseve kurse dhe ky është edhe një mesazh i bukur për të gjitha mamat që nuk kanë pse të ndalen edhe me punën e tyre, edhe me ëndrat e tyre. Por të vazhdojmë përpara edhe duke pasur bebin e tyre në gjë, cili është i katërti për ty, apo jo? Është fëmia i katërt, po. Dorina, më trego pak gjithë rrugtimin tënd të mëmësisë. Unë jam bërë mama për herë të parë, para 11 vjetësh, djali është fëmia im i parë dhe mund të them që kisha nisur që të isha një mama literaturash, teorish edhe librash. Çdo teori që lexoja dhe pëlqeja dhe ndoshta kishte edhe lidhje me mua, pra ngjante me disiplinën apo mënyrën time të sjelljes. Përpiqesha që ta vija në zbatim me djalin edhe nisi kështu me të, por ndryshoj rrugës sepse sigurisht që jeta nuk është si në libra. Pavarësisht se me eksperiencën e fundit mund të them që mund ta shkruaj një libër të bukur edhe për eksperiencat e mia. Libra mund të shkruajnë, por ama nuk mund të jetë si e tillë, po sepse ndryshon, mëmësia ndryshon nga njëra te tjetra. Ndryshon dhe eksperjenca me djalin më ka mësuar shumë. Unë mund të them që sot brenda meje jetojnë 4 mama, të cilat të katërta janë në zhvillim e sipër. Pra, të 4 mamat po rriten, po mësojnë nga njëra tjetra ndoshta, po mësojnë nga fëmijët. Dhe e shoh mëmësinë si shkollën më të rëndësishme në jetë. Dhe në fakt kur ti më përmend literaturën është edhe vjen edhe nga fakti i shkollimit tënd, ti ke qenë patjetër një pjesë shumë të madhe të jetës tënde në libra dhe ndoshta edhe formimi yt ta ka nxitur këtë gjë që edhe pse jo dhe familja duhet të jetë të tillë dhe me fëmijët duhet të jetë të tillë sepse ka disa rregulla të shkruara edhe nga të tjerët që ne pse jo duhet të ndjekim në të njëjtën kohë. Unë e pëlqej shumë të rris një fëmijë një qytetar global. Pra dua të rris një djalë i cili të jetë doja atëherë se tani dua të rris edhe 3 vajza të cilët të jetojnë në një botë, të jetojnë mirë. Pra, të dinë të miqësohen. Është edhe një shprehje të cilën kam lexuar e dëgjuar më vonë nga Jordan Peterson që në qoftë se nuk e ke mësuar fëmijën deri në moshën 4 vjeçare që të socializohet dhe të krijojë shok, ndoshta ke gabuar. Dhe është shumë e rëndësishme pra që këto vitet e para të jetës fëmia të ditë të socializohet. Unë gjithnjë ndërroja familjen e Timbiri. Familjen e Timbiri që unë nuk po rris një djalin tim, unë po rris një zot shtëpie nesër, një kryetar familje nesër. Ai do duhet që të çajë në jetë edhe të përcjell ndoshta edhe mesazhet e duhura edhe tek familja e tij. Nuk e di pse në mendje më vinte, pra janë disa mendime ndoshta që kalojnë edhe përtej kontrollit personal. Ishte diçka që ty të erdhi, ti më thua që nuk e di as se nga vinte, po ndoshta ka qenë ndikuar kjo nga fëmijëria jote, nga familja, mënyra se si e rritur, sepse edhe kjo ndikon, ndoshta ca gjëra ne duam t'i ndryshojmë në prindërimin ton nga ato çfarë kanë bërë përpara prindrit tan. Do ndoshta mund të jetë edhe kjo një lloj forme. Përgjithsisht babai im ka qenë dhe është shumë i disiplinuar, ai na ka mësuar disiplinën. Mamaja ka qenë më e butë, por shumë e vetë disiplinuar ajo për veten e saj. Pra
mund të them deri në vetë mohim, një nën sakrifikuese e përkushtuar, jashtëzakonisht e përkushtuar. Ka mundësi që të ketë diçka këtu. Pra, duke parë një mama ndoshta që sakrifikon kaq shumë, unë kam dashur që nëse nesër i mbir do ketë një grua, ai duhet i gjendet asaj, duhet të jetë krah të saj. Ashtu siç kam edhe unë bashortin tim, për cilin mund të them që jam shumë krenare, sepse jo çdo martesë mund të funksionojë aq mirë dhe jo çdo martesë mund të ketë bashkëpunimin e të dyve po njësoj. Në njëjtën kohë. Do të shkojmë pak tek shtatzania e parë, duke i përmendur të gjitha në fakt në forma se si kanë ardhur tek ty. Kanë qenë shtatzani të thjeshta, që ti ke përjetuar mirë emocionalisht, ke pasur faza prepartum, postpartum, si kanë ardhur tek ti shtatzanit deri? Në përgjithësi shtatzanit i kam patur të sikletshme, pra jo të rrezikshme në kuptimin shëndetësor, por me ato sikletet e tyre, po. Dhe gjithmonë shtatzanit ma kanë ullur atë efektivitetin tim, se jam mësuar të punoj shumë edhe ti mbi 100% efektive në punët që bëj, jo, shtatzanit ma ulli në 30%. Po, dhe kur e merr vesh ti që je shtatzan? Unë e marr vesh 3 javët e para. Do me thënë, pa u bërë madje edhe cikli ploti 28 ditëve, unë e di që jam shtatzan. Ashtu? Këtë e mësova herën e parë, sigurisht herën e parë nuk e dija, kisha dyshime, por më pas të gjitha pasuan njësoj. Njësoj, sepse shenjat e para janë të përzierë, apo jo? Këto kanë qenë si shenja për ty, dhimbje koke, çfarë ke pas? Tensioni ullët, marrje mendsh, kjo pjesa e dobësisë, edhe tek tuk dhe të vjella, me vajzat sidomos, me djalin jo shumë, me vajzat më shumë. Po gjumë, ke pasur shumë gjumë? Shumë me djalin. Do më thënë ishin ato ditët e para që ende nuk e kisha bërë publike dhe më beso, më duhet ndoshta të mbaja syt, ishte një gjumë i tmerrshëm. Shumë me djalin, shumë. Edhe, pra, kanë qenë të përzierat ato që ndoshta ty ta kanë dalur ritmin e punës, por le themi surpriza sa i përket shëndetit gjatë këtyre 9 muajve nuk e pasur. Kam një shtatzani që shkon mirë, shkon në bar, kemi patur me shtatzanin e fundit një peripeci, po ishte diçka kalimtare, ka edhe një gjë që ndodh brenda meje. Unë nuk e besoj një diagnozë të keqe, për shembull. Me shtatzanin e fundit u konstatua diçka në morfologjike, në morfologjike, më thot doktoresha shkruaj, i thot asistentes së vetë, sepse po vizitohesh, apo e bëja vizitën në spital publik, dhe më thot, i thot shkruaj, golf balls në 2 ventrikujt, edhe, fakti që shkruajt i diçka, mua kjo më friksoj. Çfarë është, i them unë? Do të ta thot doktoresha jote, edhe ajo nuk më përgjigj. Kam hipur në makinë, edhe me opsionin e Google-it, flisja pyesja mikrofonin çfarë do të thot golf balls, edhe u bë pak shqetësuese, por ka një gjë që unë e pyes veten time, do më pasi kaloj gjithë stuhinë e madhe, i them prit, ndalo. A është vërtet diçka serioze, sepse ndonjëherë ndoshta dhe aparaturat mund mos tregojnë diçka saktësisht. Po, e drejtë. Dhe kjo u pasua me 2 morfologjike të tjera, nuk ishin më morfologjike sepse javët kalua, nuk e di se si do t'i quaj, por ishin eko të stërgjata, por pozicioni i bebes ishte i atill që nuk arrinim të shikonim plotësisht 100% 4 dhomat e zemrës. Po, nuk detyrove të bëje nipt për shembull atë javë. Nuk e bëje dot sepse kishte kaluar si kohë, pra edhe unë kjo ishte edhe një arsye pse unë i thash Dorina qetësohu, sepse tani nuk kam më asnjë vendimarrje. Kjo shtatzani nëse është në dorën tënde do shkoj deri në fund dhe besoja që do shkonte mbarta, ashtu shkoi faktikisht. Në të gjitha ekot që ne pasuam nuk arrinim dot ta shikonim, kështu që duhet të vetë qetësohesha me detyrim. E patë këtë diskutim edhe me bashortin, pastaj kur shkoi. Ai nuk ishte ato 2-3 ditë, nuk ishte në Shqipëri, edhe kjo ishte këtë kuptova. Akoma më tepër. Sa i rëndësishëm ishte ai në jetën time dhe sa të rëndësishme e kisha që ta ndaja këtë peshë me të, nuk i tregova në telefon kur u kthye dhe më pyeti si vajti, i tregova, u shqetësua, kishim të dy një shqetësim, po kemi një gjë që nuk e ndajmë negativitetin. Pra, nëse na vijnë shumë mendime të zeza, po i quaj. Për çfarë mendime është të zeza atëherë? Sepse kjo diagnozë, nëse do të ishte e vërtet, asociohej me sindromin Down. Pra, do kishte shqetësime. Ai fëmijë ndoshta nuk do ishte si të 3 fëmijët e tjerë që kishim.
Por Kështu që do kishte le të themi një tjetër zhvillim familja juaj. krejtësisht. Në këtë gjë. Dhe kur u qetësuat plotësisht nga kjo situatë? U qetësuam pas ekos së dytë, që i binte gati pas 2 muajsh. Por u qetësuam vetë. Edhe doktori na e tha një si gjysmë fjale që e shoh pastër, e shoh mirë zemrën. Ju dha një lloj le të themi qetësie. Por ishte një vendim, ne morëm një vendim që ne do jetojmë normalisht deri në fund, kështu që do shikohet në fund. Vajza është shumë mirë, gëzon. Ka qenë bashorti yt në ekot e fëmijëve? Jo tek të gjitha, ka qenë për shembull tek ekoja e djalit, ka qenë vetëm në një rast. Në një rast. Nuk është kurioz, ka qenë ndoshta me insistimin tim se doja unë me patjetër ta bëja baba. Por që mund të them, shpesh i them që kur unë ju futa rrugtimit të politikës dhe ai u detyrua të kalonte më shumë kohë me fëmijët, i them atëherë je bër baba, tek fëmia i tretë. Por ai nuk e pranon. Sigurisht. Megjithatë unë mendoj që për kushtimi dhe koha, sa më shumë kohë kalosh me fëmijët, atëherë bëhesh baba. Po në lindjet për shembull nuk ka asistuar. As në lindje. Jo, në lindje nuk ka. Ato kanë qenë lindje natyrale, pra. Ti ke pasur lindje natyrale, me të gjitha natyrale. Kanë shkuar mirë? Kanë shkuar mirë. Ti psikologjikisht ke qenë okay, domethënë si ke përjetuar? Unë shkoj me vendime, përgjithsisht marr vendime sepse e dëgjoj shumë veten time. Dëgjoj dhe miq, dëgjoj dhe profesionistët. Dhe në qoftë se mjekja më thoshte që vetmja detyrë që ke është të marrësh dhe të nxjerrësh frymë, unë bëja vetëm atë. Dhe lindjet kanë shkuar mirë, ka qenë një episod të cilin ndoshta edhe mund ta ndajmë së bashku. Tek lindja e tretë, pasi lindi vajza, nuk po dilte placenta. Dhe mjekja u shqetësua dhe më pyeti nëse kisha patur raste të mëparshme, por nuk kisha patur. Dhe unë i them, vetëm më lër pak, i them, se dua vetëm të pushoj pak. Isha jashtëzakonisht e lodhur. Ka qenë një shtatzani vere, tmerrsisht strapacuese, shumë e vështirë. Unë nuk flija, as nuk haja dot, domethënë gjithë muajt e verës. Dhe nuk haja dot se s'kisha vend. Dhe i them vetëm më lër pak të çlodhem dhe mamia që po asistonte maman tjetër në të njëjtën sallë të lindjes, më thot, po normal, thot që do shkoj kështu, se nuk do të shkojnë të gjitha gjërat ty vaj. Unë në atë moment më duhej shumë mundim, ndoshta që të nxirrja një qelizë pozitive. Dhe i them, jo, do shkoj vaj çdo gjë. Dhe në atë moment kam ndier një shkëputje dhe i them doktoreshës, u shkëput. Edhe gjithçka shkoi mirë. Domethënë, dua ta ndaj këtë sepse është shumë disa gjëra ne i vendosim vetë. I vendosim vetë në jetën tonë, në kursin e jetës tonë. Dhe ne mund ta provojmë të paktën. Asgjë nuk humbasim nëse marrim këtë qasjen pozitive për të marrë vendime pozitive, që lindja ime do shkojë mirë, fëmia do lind mirë, do ketë shëndet të mirë. Nëse e marrim këtë vendim, nuk humbasim. Mund të mos funksionojë, por të paktën nuk humbasim. Pra ti le themi, e promovon lindje natyrale në këtë pikë zakonisht shumë. Unë kam ndier Zotin në lindje natyrale. Besoj shumë në Zot, kam një lidhje specifike, por ato janë momentet ku kam ndier më shumë praninë e tij. Edhe ndoshta mamat nuk e besojnë që unë them lindja është e bukur, është shumë e bukur. Është gjithë ai procesi kalon shpirti i njeriu në një dimension tjetër. Dhe unë jam ngjitur me lindjet e mia, unë ndjej që jam ngjitur në shpirtërisht. Është moment shumë sublim, shumë sublim ai kur ti sjell bebin tënd në jetë. Më the pak që nuk kishe vend për të ngrënë. Kështu kanë shkuar tani? Nuk kishe kanë shkuar. Ke ngrënë shumë apo çfarë? Jo, unë kam shumë oreks, edhe para lindjes dhe gjashtazanis dhe pas lindjes vazhdimisht, por nuk kam vend, unë nuk e di çfarë ndodh, si duket e tillë është anatomia ime, e tillë shkon shtatzania ime. Ndjej që kam shumë pak vend dhe ngope me pak dhe dua të haj, nuk ha dot. Dhe në shtatzanin të cilën përmenda kam qenë dhe shumë e dobët, domethënë mund të kisha 5 ose 6 kg tepër.
Pra ti nuk ke shtuar në shtatzanit e tua. Maksimumi që kam shtuar kam qenë 10 kile para. Që është maksimalja, po që është maksimalja, le themi, po ndërkohë minimalja për shumë mama, se edhe këtë nuk duhet detyrimisht, le themi, ta japim si standard, sepse edhe gjërat kanë ndryshuar, edhe në fakti që shumë shpejt mund të vinë në formë edhe pas, le themi, pas shtatzanisë. Kështu që nuk duhet me dhënë receta dhe te kjo pikë tani, se duhet me qenë të kujdesshëm. Megjithatë, 4 shtatzanim, 4 lindje të suksesshme. Dhe besoj që kur lindi bebi i 4, aty ka qenë relaksuar totalisht. Ka qenë surprizë ardhja e tij apo unë zakonisht unë lind shpejt. Pra nga momenti që po themi shkoj me dhimbje në spital, unë për 1 orë kam lindur. Nuk arrin dot edhe të afërmit e mi ta përcjellin informacionin me telefonata sepse ka ardhur bebi. Se bebi ka ardhur. Vajzë është fëmia e fundit. Dhe ka qenë një lindje e shpejt, Po si shtatzani ishte një gjë që ju e kishit planifikuar apo erdhi? Ne kemi dashur një familje të madhe, unë vetë jam rritur një familje të madhe me 6 fëmijë dhe ndoshta shumë ndoshta mamat tona ndihen keq që unë familjen time me 4 fëmijë e quaj të madhe dhe do doja një ndjes të madhe për gjitha ato mamat tona. Për ditët e sotme është e madhe. Është e madhe. Për ditët e sotme është e madhe që ka nga 1 fëmijë ose maksimumi 2. Por nëna tona kanë jetuar një jetë shumë sakrifikuese, me vështirësi shumë më të mëdha. Ne nuk I kemi vështirësitë e tyre dhe e kemi dashur një familje të madhe për t'u rikthyer te kjo. Edhe erdhi vjen shpejt. Domethënë ndoshta nuk ishte saktësisht momenti sepse unë kisha nisur një rrugtim politik, por e mirëpres çdo gjë. Domethënë kam është më thjesht me 1, me 2, me 3, me 4. Më quajnë shpesh heroin, je heroin, si Adel. Dhe unë mendoj që egzagjerojnë. Vetëm kur më ndodh që 2 prej fëmijëve t'i çoj te tezja, apo te vjera, apo te mami, atëherë kuptoj që wow, sa e vështirë që ka sepse bie familja në qetësi qoftë edhe me 2. Është shumë bukur me 4. Është aq bukur me 4 sa unë do ta provoja sërish. Domethënë nëse do e nisja jetën nga e para, absolutisht do ta provoja. Do e përsërisja në Hy në shtëpi edhe kam fëmijë gjithandej nëpër divan, tapet dhe më mbushet zemra plot, I harroj të gjitha. A keni shumë lodra në shtëpinë tuaj? Nuk kemi shumë, sepse le që ne sistemojmë dhe hedhim apo falim her pas here, por edhe nuk jemi tipik prindrit që blejmë shumë. Kjo ndoshta dhe induktuar nga djali. Si fëmijë I parë, ai kënaqej me pak lodra, loste me pak dhe zhvillonte shumë krijueshmërinë me pak. Dhe ndoshta këtë na e mësoi neve që nuk është e nevojshme të ketë shumë në shtëpi. Pra, le të themi, nuk është se kemi pak, po për 4 fëmijë jo, kemi pak, po, në të njëjtën kohë. Mirë, sa diferencë ka djali me vajzën e dytë? 2 të parë, pra kanë 5, pastaj vajza me vajzën tjetër kanë 3, dhe e vogla është 2,5, po shkon 3, ndërkohë që e vogla fare është 6 muaj. Bebe 6 muaj. Pra, le të themi që përgjithsisht kanë një distancë perfekte nga njëri tjetri. Ke lënë vetëm pak më shumë hapësirë nga I pari te I dyti. Pastaj ja ke marrë me rast, I kënkoha apo çfarë? Erdhën vet. Unë mendoj kjo ishte të thash, besoj në Zot edhe këto gjëra ja kam lënë atij. Ja ke atribuar atij në këtë pikë. Ndryshimi mes fëmijës së parë dhe fëmijës së dytë në formën e sjelljes tënde si nën. Me fëmijën e parë kam qenë një mama shumë e disiplinuar dhe për këtë më vjen keq. Pra, I flisja atij shumë seriozisht, I flisja gjithmonë në gjuhë letrare, asnjëherë në dialekt, asnjë fjalë në dialekt. Nuk lejoja as prindi që t'i flisnin atij në dialekt, sepse thoja djali duhet të mësoj të paktën derisa të hyjë në klasë të para, I duhet të di gjuhën letrare shqipe. Më pas le të mësoj dialekt në momentin kur ai vetë do di ta bëj dallimin. Kështu ka ndodhur me të. Ai tani ja lëshon edhe disa fjalëve në dialekt. Mua më vjen çudi se nuk jam mësuar me të. Ama I lëshova shumë nga armatimet e mia me fëmijën e dytë. Se ndodh kjo? Sepse mendova që ne vërtet vendosim për fatin e fëmijëve tanë. Pra, unë nuk doja një fëmijë super të organizuar në çdo gjë. Ndoshta kisha gabuar duke qenë shumë strikte, duke qenë shumë
e orientuar shumë pas çdo gjë me literaturë dhe e vura re që ai kishte edhe një vetbesim pak si të dobët. Ndoshta është sindromi i fëmijës së parë, nuk e di, por vajza për shembull është eksploziv. Ajo e di çfarë do, është e bindur në atë që do dhe nuk lëshon pe derisa ta marrë atë që do. Tek ky është ndryshimi edhe në karakterin e tyre njëkohësisht. Ndoshta është edhe ndryshimi i djalit dhe vajzës, ndoshta është edhe fati i tyre, ndoshta edhe karakteri i tyre, si të thuash, dhe gjenetikisht mund të jetë ashtu, por unë kam parë edhe ndryshimet e mia si mama tek njëri dhe tek tjetri. Dhe kjo e vërteton atë pjesën që sa më shumë vitet kalojnë, atë që ne tham prekëm dhe pak më në fillim, që ne mund të lexojmë literaturë pafund, literaturë e cila mund të ndryshojë nga viti në vit, dhe psikologët flasin ndryshe sot, e flasin ndryshe pas 3 vjetësh, japin teori të ndryshme. Kështu që dhe kjo vërtetohet nëpërmjet eksperiencës sënde si nën për 4 fëmijë që pothuajse është ndryshme me të gjithë, sepse ti mëson nga secili prej tyre, mëson nga gabimet e tua në të njëjtën kohë. Kjo është forma se si ne vim. Nga literatura për shembull disa gjëra nuk do i hiqja kurrë nga aplikimi. Cilat janë, Është qëllimi. Pra, ti të shikosh sjelljen e fëmijës dhe të kuptosh pse ai po sillet ashtu. Pra ndoshta unë mund mendoj që fëmia sillet aty për situatën konkrete, por asnjëherë fëmijët vinë me bagazhe gjithashtu. Dhe është shumë e rëndësishme që nëna të kuptoj pse fëmia po shfaq një sjellje të irrituar, për shembull, pse është i agituar, pse ka këtë shqetësim. Dhe sot unë e kuptoj që diçka ka ndodhur në shkollë. Dhe do duhet që me disa pyetje, me një bisedë të ngrohtë apo me një çaj apo me një akullore ne të kalojmë në për këtë, me njëri tjetrin në këtë kohë. Çfarë mund të mos ishte tjetër nga literatura? Gjëra që ke bërë njësoj, si nga shtetësania e parë te shtetësania e katërt, pra të lindjet të fëmijët. Kam bërë njësoj, e quaj fjalën jam këtu. Kur ishte foshnje, për djalin ai qante dhe unë nuk e merja me një herë hopa. Pra unë shkoj, i afrohem në krevat dhe i them, mami është këtu. Pra dua që në fillim ai si të thuash, të aktivizoj dhe të aktivizoj dhe ai mekanizmat e tij që mami është këtu dhe të qetësohet. Nëse nuk e arrit dot me zërin, atëherë i jap një përkthjelje. Nëse jo dhe me këtë, atëherë ndoshta e marr hopa, e më pas e vë në gji, varet dhe çfarë momenti është, a është momenti për të ushqyer apo jo. Dhe këtë e kam ndjekur me të gjithë fëmijët. Pra unë nuk u jap atyre asnjëherë, si të thuash, atë që duhet t'u jap në fund. Dua t'u mësoj një farë rrjedhshmërie. Gjëra duhet të shkojnë për një kurs organik dhe të natyrshëm dhe jo që edhe ata të mësojnë që në jetë duhet t'i bëjnë disa përpjekje për t'i arritur gjërat, jo t'i arrin ato me një herë. Dhe e vërej këtë sot tek vajza ime 2 vjeçe, ajo sa po shikon të voglën foshnjë duke qarë, i thot, jam këtu. Domethënë, kuptova që kjo ka funksionuar. Dhe ka një lloj, le të themi e kanë kopjuar atë veprim tëndin që ti bën ndër vite me ta. Mirë, keni pasur episode të sikletshme me shëndetin, me fëmijët? Kemi pasur, edhe... Si janë dhe 4, edhe filloni numëron. Përgjithsisht kam patur fëmijë shumë të kujdesshëm. Domethënë, fëmijët e mi kanë mësuar të ecin në shkallë shumë shpejt. Sepse e masnin vetë, dhe unë e shikoja që ata kishin shumë kujdes dhe vëmendje. Por më kujtojt një episod të cilin kam sjellë edhe diçka për ta ilustruar. Po sistemoja rrobat e verës dhe të dimrit edhe doli, nuk e dija që e kisha ruajtur, ndoshta është ruajtur dhe gabimisht, pra jo qëllimisht, po le të shërbej ky program për ta ruajtur këtë. Djali ishte në shkollë dhe Zysha na merr në telefon dhe sa herë merr Zysha, të gjithë mamat e dinë që zemra troket fort. E drejtë. Dhe ajo më thot, mami, mos u shqetëso, po diçka ka ndodhur. Noa është vrar pak, djali është vrar tek porta e shkollës. Dhe unë i them, a është mirë, le të vi në shtëpi. Jo, mami, thot. E jani dhe merreni. Aty, domethënë, ishte një sinjal, po nuk e lëshova veten, shkon babai e merr dhe ndërkohë mua më marrin rrugës, ne kemi dhe shtëpinë afër spitalit ushtarak, kështu që do shkonim në atë rrugë. Dhe djali ishte friksuar, po ishte friksuar shumë, sepse edhe kishte dhimbje, edhe ishte qarë në kurriz mes 2 brinjeve, edhe kur e pash sot është këtu.
Sepse një hekur I portës së shkollës ishte shkëputur. Por fati që ky hekur nuk ishte drejt, po ishte si I përthyer, I kërrusur, dhe goditja nuk ka qenë e fortë, sepse ne shkuam në spital, duhet që të futej menjëherë në sallë, dhe duhet të shikonim nëse mushkëria është prekur apo jo. Pra kjo mund të ishte fatale nëse mushkëria do ishte prekur, por siç të thash në dyert e spitalit në atë moment, I them, sepse im shoqë është shumë merakli, është rritur nga një mama merakli, është shumë merakli. Dhe I them, jo, nuk do ketë gjë. Nuk do ketë gjë. Prandaj mua më ndihmon shumë një pyetje që I bëj vetes. I them, ndalje mendimet e tua, se mendimet tona mund të marrin një rrjedhë të jashtëzakonshme dhe mund na çojnë vërtet në negativitet të madh. Ndonjëherë unë mendoj sikur meraku edhe mund të shkaktoj dëme. Dhe I them, prit, sepse nuk ka gjë. Por sigurisht kisha njëkohësisht me të njëjtën peshë, kisha shumë frikë. Edhe doktoresha vjen edhe thotë që nuk I ka prekur mushkërinë, do ta qepim dhe gjithë procesi tjetër shkoi. Qave ti atë ditë? Jo, nuk qava. Nuk qava. Unë qaj më pas. Pas ti është shqetësuar gjë, ja? Unë qaj më pas. Pra, në momentet kur ndodh një situatë kritike, e ruaj shumë gjakftotësinë, sepse mendoj njeriu në ato momente mund të shkaktoj një dëm akoma më të madh duke u shqetësuar. Dhe e ruaj shumë, nuk e di se si e ruaj, por e ruaj shumë ftohtësinë. Në një episod tjetër që djali është vrarë në një kamp në pishinë, e kujtoj që personi që e ka sjellë ne nuk ishim me të. Personi që ja ka sjell pasi kaloi gjitha kjo më mori në telefon dhe më tha, si ka mundësi që nuk ishe e shqetësuar. Unë e merja atë në telefon dhe I thoja, dëgjoj Arian, mos u shqetëso. Jepi makinës me kujdes, merr një njeri me vete ta kesh në makinë bashkë me Noan, është çdo gjë okay, unë nuk e dija se si ishte, por I thoja, jepi me kujdes makinës, unë do jem te spitali, do të pres aty, mos u shqetëso, merrni frym. Edhe ndoshta është dhurat, ndoshta është dhurat. Mirë, po, kjo është e mirë. Ke menduar ti për shembull nga këto episodet që I kanë ndodhur Noas, po pse mi mam vetëm ty ndodhin këto gjëra? Si thon mamat për çunat përgjithsisht. Po, ma kanë thënë të tjerët. Ma thonin gjyshri që si ka mundësi vetëm djalit tënd I ndodhi. Thoja jo, nuk është ashtu, sepse unë edhe këtë nuk e pëlqej, me thënë të drejtën. Nuk e pëlqej, sepse ndoshta edhe nuk I ka hije një personi që beson në Zot. Tani disa gjëra duhet I dim. Dhe u thoja jo, nuk është e vërtet, se fëmijët I kanë patur shumë të mbarë dhe më ka ecur mbarë. Janë këto 2 episode që përmenda për djalin, po përgjithsisht kanë qenë shumë të mbarë. Pra edhe këto përfunduan me sukses dhe pa dëme. Pra si ledhim, jo tash duke krahasuar me vajzat e tua, domethënë njëkohësisht, domethënë. Po, babi I thot shpesh, po si mor bab, vetëm ti, ja, vetëm ti e vret këmbën, vetëm ti vret krahun. Po që kjo është. Po me ushqyerjen, si kanë qenë gjithënien, atë skenën e bukur që ne pam ti e çon gjatë ndër muaj apo? Varet se si ka ardhur. Me djalin e kam ndërprer më shpejt, 1 vjeç e 3 muaj, me vajzat, 2 vajzat kanë qenë gati deri në 18-19 muajsh. Tjetrën e kam ende, të fundit e kam në gjim. Nuk është se bëj plane afatgjata, dëshirën e kam që absolutisht deri në 1 vit, në mundësisht deri në 1 vit e gjysëm, pastaj është çështje kur të marrësh guximin për t'ia hequr, se kërkon edhe ajo një guxim të madh. Shumë. Pra ka qenë diçka që ti ke përjetuar mirë, e ke shijuar gjithënien. E kam shijuar pafund. Tek djali ka qenë mamia, ajo që nuk ja harroj, sepse më mësoi se si ta mësosh fëmijën të kap gjiri në momentin e parë dhe aq më është dashur për fëmijët e tjerë më pas, por që ka qenë është eksperiencë fantastike, është e bukur shumë. Ti ende përjeton me vajzën, edhe ndoshta është edhe për t'i shtyr edhe më tepër mamat që janë ato momentet e vështira, që janë mes dyzimit, jam e lodhur, më thënë të gjitha pagjumësia njëkohësisht, shpeshherë I bën që edhe të heqin dorë nga gjithënia, po është sa e rëndësishme është ta vazhdojnë atë proces, Dorin. Unë e vlerësoj shumë këtë gjithënien dhe vetë ne të gjithë jemi ushqyer me të gjithë fëmijët, vëllezërit dhe motrat e mi, gjithashtu dhe në familjen e tim shoqe janë ushqyer me është jashtëzakon, është lidhje shumë e bukur dhe është lidhje që nuk vendoset asnjëherë në asnjë formë tjetër, në rast se ne vendosim të mos e ushqejmë me gjithë fëmijën.
Plus është jashtëzakonisht komode, do më thënë nuk ke nevojë të mbash asgjë me vete, merr vetëm fëmijën me panolina dhe një palë ndresa dhe mund të shkosh kudo, do më thënë. Unë këtë kështu kam bërë dhe gjatë fushatës. Vajza ka qenë me mua, im shoq ka qenë me ne, sepse në rrugë të gjata do duhet kisha dikë në timon, ose kur jepja një fjalim do duhet që ai ta mbante dhe të kujdesej për të. Por ka qenë gjithë një me ne dhe ajo ushqehet pisa do, unë nuk kam nevojë të shqetësohem, prandaj edhe nënave të reja që nuk e kanë provuar, nuk prishet gjiri se ushqen fëmijën me gji. Sepse kaq shumë anon në anën tjetër të mirat që sjell në anën tjetër të peshore, sa kjo nuk ka vlerë në fund të ditës, sepse edhe kjo është për të theksuar. Plus që gjitha ajo lidhje që krijohet me ty, mes bebit, që është shumë e vështirë për të ndarë më pas, por gjithsesi ka benefitet e veta. Edhe kur fëmia është sëmur për shembull, mjafton ta vësh në gji, ka temperaturë dhe nëse nënat e kanë vënë re fëmijës, i bie temperatura kur është në gji, sepse djersin është një aksion, është një punë, po kryen një punë dhe e ndihmon shumë edhe. Më përmendë që je aty gjithmonë, për t'i thënë gji, sepse pra ti nuk merr, le të themi nuk mban pomp apo nuk e ke këtë herë gjatë fushatës kisha marrë një qumësht formul. Por duke qenë se kisha prindrit e tim shoqi që erdhen dhe më ndihmuan, të cilët i falenderoj pa mas, ka qenë një ndihmë jashtëzakonshme gjatë fushatës. Ime vjerë nuk donte që t'i jepte formul. Edhe thoshte, mua më duke sikur ajo edhe egzageron të pak. Thoshte, jo, vajza nuk e do, vajza e nxjerr, e vjell, kështu që do të presim ty. Dhe ka patur rasti që më kanë pritur dhe 4 orë e gjysëm, pa pirë. Dhe më prisnin duke mbajtur ndoshta në krah, duke freskuar pak me ujë, duke ndruar që të priste. Pra ke qenë gjithkohës aty dhe kur nuk ke pas mundësi që të shkojë ti, vinte bebi tek ti. Po, ma sillnin. Ashtu si kundër pam atë. Ma sillnin ose në zyrë, ose në aktivitet, ose në punë, kudo që të isha. A keti një mënyrë vënie në gjumë të bebit? Që e ke ndjekur në të gjithë fëmijët, në të katërt. Në përgjithësi, në fillim, unë ndjek metoda minimaliste, sepse e di që duke u rritur fëmija, do kërkoj pak tundje, do kërkoj pak muzikë, kështu që në fillim përpiqem që ta vë në gjumë vetëm në gji. E vë në gji dhe më pas e kaloj në krevat dhe aq. Por me kalimin e kohës, pastaj rriten këto metodat. Për shembull me vajzën, me fëmijën e tretë, treshin, se tani shumë herë ne u drejtohemi në pranitë e njerëzve. Dyshi, treshi, katra, sepse nuk mbajnë mend emrat për njerëzit, pas dua të rëndoj për ta, dhe e vija në gjumë me një muzikë, po e quaj me një melodi tingull të tharëses së flokëve. Pra, zhurmë e bardhë. Po, zhurmë e bardhë. Po ajo e donte shumë atë. E donte shumë dhe ka shkuar gati deri në 1 vjeç e gjysmë, do me thënë, njerëzit shqetësoheshin. Me fëmijën e dytë... S'ka që për të shqetësuar në zhurmat e bardha. Se shkoj shumë gjatë, Po s'ka që ne vazhdojmë të përdorim zhurmat e bardha. Me fëmijën e dytë, pra vajza e parë, e vija në gjumë dhe nxirja të veshur trash mirë në karrocë në balkon. Pra të gjithë ne në dimër rrinim ngrohtë edhe brenda në shtëpi. Në balkon? Në balkon, vajza po flinte gjumë dhe flinte deri në 4 orë gjumë pa ndërprerje. Në të ftohtë. Kështu që në përgjithësi kam eksperimentuar me fëmijët, më kanë rezultuar të suksesshme. Ajo që nuk funksiononte, nuk aplikoje më edhe është venitur dhe është harruar mbase si metodë. Ke marrë ti sugjerime nga të tjerët? Po. Kam pranuar? Dhe i kam pranuar. Dhe këtë do doja të bëja thirrje të gjitha nënave, sepse ndonjëherë ne shkaktojmë agresion të panevojshëm. Ndoshta jo gjithmonë më vinte mirë kur më mësonin, të dyja nënat, si nëna ime, si nëna e tim shoqi, që bëje kështu apo bëje ashtu. Ndoshta thellë nuk e përjetoja aq mirë, por mora në një moment një vendim që, unë thjesht do ta bëj siç thonë. Nëse funksionon do ta aplikoj, nëse jo. Dhe eca shumë kollaj më pas në këtë rrugë. Do më thënë, mjafton ta përtypësh pak më lehtë një këshill. Dhe nëse fëmia, se është një bashkëpunim ajo, nëna me fëmijën, nëse fëmia nuk bashkëpunon, do thotë që ajo s'është metoda e duhur dhe shumë shpejt do ta dish. Kështu që gjithsesi i ke marrë, i ke pranuar me lehtësi. Po, edhe të gjitha mamave, le t'i pranojnë disa këshilla, le ta eksperimentojnë pak. Edhe një këshill nga shoqja, nga nëna, nga vjera, nëse nuk funksionon të mos e përsërisin, por nuk ka asgjë të keqe të. Më trego pak si është një natë juaja e zakonshme përpara se të vini në gjumë bebat, fëmijët.
Sepse tani janë në mosha të ndryshme, kanë orare të ndryshme njëkohësisht. Dikush do t'i lexosh përpara gjumit. Si janë? Këtë të leximin ndonjëherë e kemi zgjidhur me djalin se ai është në klasë të 5 edhe u lexon ai, por që u lexon 2 motrave. Unë këtë kohë kam patur thuajse të pamundur, mund të mbaj mend në muajt e fushatës ndoshta 2-3 episode që jam ulur qetësisht edhe t'u lexoj dhe të bëj sikur jam 100% e qetë. Episodi është i tillë, është darka her pas here shoqërohet me vështirësi në varësi të ushqimit që kemi në tryezë. Në qoftë se është diçka që e kanë qef, ajo shkon mirë, për ndryshe shkon pak me konflikte, me sherre, që sepse nuk duhet të ngrihen pa e mbaruar ushqimin. E ke këtë? E kam. Her pas here kemi nisur dhe të bëjmë disa lëshime. Okej. Sepse kjo është me insistimin e babit, ai thot, nëse nuk kanë uri, nëse s'duan, mos hanë, sepse kur t'jen të uritur do vinë të kërkojnë. Edhe është vërtet. Dhe një janë them, le të mos bëjmë drama, do me thënë, nuk doni, vishni pijama dhe shkoni flini. E drejt. Është koha e frutave, ajo koha që pëlqejnë fëmijët më shumë, sepse para gjumit, nëse unë u them që të gjithë në divan se është koha e frutave, e pëlqejnë se është normalisht momenti që do shtyn pak edhe gjumin. Është kohë shumë e çmuar ajo. Vajzat kanë nisur tani që të shoqërohen bashk në gjumë dhe kjo është një gjë e mirë se nuk kanë nevojë për praninë tonë. Kjo është e mirë. Djali pa diskutim që fle vet, po ato të dyja mund të flen vet. Sigurisht ka raste që mblidhemi të gjithë në krevatin edhe në dhomën tonë, është e bukur dhe ajo. Por ne arrim që t'i vëmë fëmijët në gjumë në 9:30, në 10. Edhe të keni kohën tuaj. Edhe të keni kohën tonë, të shikojmë një program, të pimë diçka, të bëjmë një bisedë, të bëjmë planet e ditës tjetër. Dhe kjo është shenjë mirë. I keni pasur gjatë në dhomën tuaj fëmijët? Si ja keni dalë? I kemi pasur. I kemi pasur deri në 1 vjeç, 1 vjeç e gjysëm, 2. Djali ka qëndruar më shumë, kam fjetur më shumë. Po normalisht, se ka qenë vetëm për një kohë të gjatë. 5 vjet ka qenë vetëm, edhe nuk e ndjen, nuk e mban mend, thot nuk është e vërtetë. Kështu që prandaj ndonjëherë them, ne përpiqemi shumë të ndërtojmë kujtime për fëmijët, po ata disa gjëra nuk i mbajnë mend, është e rëndësishme ajo që kemi mbjell tek ata. E drejt, e vërtet. Por ndërkohë i ke ndarë në dhoma me vete djalin edhe vajzat? Ato janë ndarë tashmë. Fle në dhomat e tyre, unë fle vetëm me beben e vogël. Me bebin e vogël. Do më tregosh pak historinë e emrave? Ne duam emra të shkurtër. Kemi qenë në Austri me tim shoq kur ishim shtatzan dhe nuk e dinim ende nëse ishte djalë apo vajzë. Dhe në një aktivitet kemi parë një hartë të madhe të gjithë historisë botërore se nga i kishte rënjët Jezu Krishti. Dhe ai pikasi emrin Noa dhe tha, nëse do t'jetë djalë, do të quhet Noa. Emri vajza Lora është një emër që mua thjesht më ka ngjitur. E dua shumë emrin Lora. Ndoshta më vonë kam menduar që e asocioj pak me fëmirin time. Edukatorja kur kam qenë para se ty në shkollë më thoshte Dora. Dhe ndoshta dhe më ka kujtuar diçka, por në të pavetdijshmen time ka qenë. E Arta është një emër i vjetër i lirë që ne e gjetëm në këto listat e emrave të vjetër i lirë, ndërsa Marla është i plotësuam dëshirën djalit, ai kishte dëshirë t'ia vinte motrës emrin edhe thjesht Ishte okay për t'ia vënë. Kështu që në përgjithësi po duam emra të shkurtër, emra të thjeshtë. Unë pëlqej shumë zanoret O, A, R, L, domethënë këto bashkëtingëllore. E pëlqej shumë këtë kombinim. Kështu që përgjithsisht kanë zanore të plota. Përveç le themi kuptimit që dhe dëshirës që keni pasur me djalin njëkohësisht. Mirë, besoj që vetëm pjesa e ndryshimit, djalë vajzë, çfarë do njëri, çfarë do tjetri, domethënë kanë dëshira të ndryshme absolutisht edhe në lojë, kanë, por edhe njëkohësisht pjesa e çerdhes, i ke futur shpejt, kopësht, si kanë kaluar, në çfaza kanë kaluar. Zakonisht deri në 2 vjeç nuk i kam çuar. Pra jam përpjekur që ose ti mbaj vet ose ti mbaj me prindrit mendimin e tyre. I kam çuar kur kanë bërë 2 vjeç. Treshin e kam çuar pak më përpara. Sepse duhet t'i futeshim një rrugë, një misioni, një ëndre, edhe unë do t'i inkurajoja faktikisht të gjitha mamat apo baballarët që kanë ëndra
ata duhet punojnë dhe duhet bashkëpunojnë, sepse edhe çifti nëse nuk bashkëpunon, asnjëri prej tyre nuk realizon dot ëndrrën e vet dhe ne vërtet jemi prindër dhe ky është një mision i madh, megjithatë ne jemi ende njerëz të paplotësuar, se kemi mbaruar kursin tonë në jetë ende si individ. Po nuk do e mbarojmë asnjëherë, se dhe kjo duhet menduar, sepse shpeshherë ne sakrifikohemi për fëmijët tanë, ndoshta duke e marrë të si një shembull nga prindërit tanë përpara, që gjithmonë janë sakrifikuar dhe kanë bërë të pamundur, nga lënë jetën e tyre në Shqipëri për të bërë më të mirën, duke bërë emigranti në një vend tjetër dhe duke u sakrifikuar. Dhe ndërkohë duket sikur vazhdojmë me përsërisim këtë gjë apo jo. Unë kam shpesh prindër që më thonë do ikim nga Shqipëria sepse duam të realizojmë ëndrat e fëmijëve. Dhe u them ti mund të shkosh në Angli, Itali, Gjermani, Amerikë dhe ëndrat e fëmijës të realizohen në Japoni apo në Afrikë. Pra, fëmia do vendosi vetë për ëndrat e tij. Është shumë e rëndësishme që ne t'i japim dashuri, veshmbathje, ushqim, gjumë, pra disa norma dhe sigurisht t'i plotësojmë anën emocionale, por ëndrat fëmijët do t'i realizojnë vetë. Ata do përpiqen edhe do punojnë vetë, madje është e rëndësishme edhe t'i zbulojnë vetë. Ne duhet t'i ndihmojmë edhe t'i inkurajojmë aty, por është e rëndësishme ta ndjejnë vetë këtë që wow, kjo është ëndra ime. Domethënë siç kam ndier unë. Mos të thonë që e bëra se doje ti, si mami, si babi, ta bëja këtë gjë, jo sepse doja vetë një gjë të tillë. E vërtet. E kjo rëndon, do të ditë e sotme ne e shohim, do të në këtë gjë. Megjithatë, keni ndjekur kopshte, çerdhet apo shkollat publike apo ka patur një gërshetim, djalin e kemi çuar fillimisht në private, edhe vajza ka qenë në fillim në private në vitin e parë, më pas e kemi kaluar në ato publike, sepse pam që kur nisëm këtë familjen tonë që poshtoj, atëherë tham fillojnë financat tundën. Duhet të mendohemi mirë për këto vendimet financiare. Por djali vazhdon të jetë në shkollë private sepse ishte fati i tij dhe unë e shoh që ai ka patur gjithmonë fat. Ka patur mësuese shumë të mira që 2 vjeç në Kopës deri më sot ai vazhdon me shumë fat në këtë drejtim. Për shkak të Covidit dhe të tërmetit, ne u detyruam që ta çojmë në një shkollë private, sepse përndryshe do të ishte në mësim mbasdite, nuk ishim dakord etj etj, dhe ai vazhdon edhe sot në shkollë private. Dhe në këto, do të thënë, pjesa e gocave bëhen xhelose her pas here për këto të mirat që ka. Bëhet, sidomos vajza e madhe bëhet shumë xheloze. Të dy ata bëhen për njëri tjetrin. Është e habitshme, unë ende nuk e gjej përsen, sepse përgjithsisht përpiqemi të jemi të balancuar në atë që japim edhe në dashuri, edhe në harmoninë që krijojmë në familje, por me sa duket kështu do të vazhdoj. E kuptoj. Ata janë vazhdimisht xhelos për njëri tjetrin. Të dy. Gjithmonë në sfidë, besoj. Po, gjithmonë në sfidë. Kush është përpara? Keni të ndarë ju goca babit, e mamit? Keni kështu ndarjesh në shtëpi? Ata kërkojnë her pas here të jenë të gjithë të mamit. Okej. Por unë e shoh që vajzat kanë një tërheqje shumë, sidomos në kohët e fundit, ai është përkushtuar shumë edhe i ka fituar. Po i fiton vajzat. Tani, se është edhe çështja e karrierës, që futet në mes, të është dashur të bërë gjithë të sakrificë, dhe e di shumë mirë për një grua e cila do shumë familjen, që i ka përsore dhe do familjen e madhe, se sa e vështirë bëhet për të që të vetë sakrifikohet njëkohësisht, po edhe fëmijët për këtë rrugtim. Dhe di se sa e vështirë ka qenë besoj për ty, ai momenti kur ti morë vendimin që ja unë po i futem kësaj rruge, por është një rrugë e cila do marr shumë kohë nga fëmijët. Shumë. Si e ke për të ndash? Nuk ishte e lehtë, me thënë të drejtën. Nuk ishte e lehtë sepse nëse do më pyesje në çdo fazë të jetës do thoja çfarë do të jesh, dua të jem vetëm mama. Pra, me gjithë zemër e them këtë, që dua të jem vetëm mama dhe të qëndroj me ta më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Sigurisht ka peripecit e veta, jo gjithmonë je aq e lumtur, ndonjëherë u bërtet, ndonjëherë i qorton, ndonjëherë ngre zërin, por gjithsesi është gjëja që më jep më shumë lumturi në jetë. Megjithatë, unë e kisha thënë shpesh që doja të bëja diçka për Shqipërinë, që kam patur një ëndër të jepja kontributin tim në këtë dimension, në dimensionin e vendimeve të mëdha për vendin tim. Dhe e kisha shtypur këtë ëndër, e kisha fshehur sepse thoja jo, nuk është terreni në Shqipëri, nuk është për mua.
Por ishte edhe inkurajimi tim shoqi që kjo ka qenë ëndra jote, ti duhet të dalësh, ti duhet ta rizgjosh atë. Nuk besoja faktikisht që edhe mund ta rizgjoja. Shikoja, flisja në publik dhe nuk e shikoja atë Dorinën e të 20-tave. Dhe thoja jo, me sa duket nuk është më, me sa duket është zbehur, ka vdekur. Ajo ëndra ime nuk është aq e fortë, nuk e shikoja potencialin tim. Kur u binde që isha gati, kishte ardhur koha. Ka qenë një situatë në kompleksin ku jetonim, situata të pakëndshme me shkelje të hapësirave publike, me shkelje të rregullave, një tjetër situatë në plazh me volumin e lartë të muzikës në plazh, me qytetarë që nuk bien dakord të ulin zërin se ti do qetësi etj, nuk dëgjon fëmijën, kjo ajo. Dhe iniciativa me Shqipëria bëhet më pëlqeu shumë. E shikoja si iniciativën e disa të rinjve profesionistë që duan të ndërtojnë një gjë të pastër. Dhe sot, pasi ne e kemi kaluar testin e parë, zgjedhjet e para, e them me plot bindjen që kemi patur 64.000 votues idealist që kanë votuar me pastërti nismën e disa njerëzve të pastër, sepse ne nuk u kemi ofruar atyre asgjë, asnjë premtim individual, asnjë interes personal. U kemi ofruar vizion, u kemi ofruar ëndër, ata e ndjen këtë dhe na u bashkuan. Dhe nuk ka qenë si thuash një gjë kaq e madhe, unë nuk e dija që do vija deri këtu, pra unë nuk e dija që do kandidoja para 2 vitesh që do kandidoja në zgjedhjet e 2025-s, por erdhi gradualisht. Me fëmijët ka qenë sakrificë, por ka qenë edhe shumë e bukur dhe kur ti e do, nuk është aq sakrificë, sepse e do shumë. Dhe kam patur mbështetjen e familjarëve. Jashtëzakonshme. Dhe bashorët e yt në këtë kohë kuptoi që mund të bënte gjëra vet. Edhe pa mamin, se zakonisht të gjithë kërkojnë ma, la majtë në gjithë ma, edhe pse babi është aty. Ja, faleminderit, sepse tani po konstatoj që jo, në shtëpinë tonë thërasin edhe mamin edhe babin. Edhe babin. E kjo ka shërbyer besoj shumë. Ai di gjërat tani ku ndodhen, ai di tani si të gatuaj, di ku të thaj rrobat, si të ndez lavatriçen, si të ndaj rrobat. Uroj mos mërzitet kur ti dëgjoj këto, por s'është gjë e keqe fare. S'është gjë e keqe fare, absolutisht. Po se ndoshta mund të ndjehet sikur i po i cënojmë burrërinë me Jo, këtë. nuk mundej. Këtë gjë nuk duhet ta japim. Sepse duhet t'japim mesazhin. Unë jam shumë e bindur për të që sidomos për brezin e ri. Duhet patjetër që t'i tregojmë që janë 2 në një familje, janë 2 prindër për çdo gjë, për çdo pjesë të shtëpisë, jo vetëm për financat, jo vetëm për të qenë krye familjar, të gjithë, më dhe mami dhe babi janë një në këtë mision, kështu që sidoqoftë duhet veprojnë të njëjtë në çdo hak të familjes. Unë isha mbrëm duke shëtitur fëmijët, ajo në gjithë pak më parë në shtëpi, edhe i thash që takova 2 komshinj dhe po flisnin për këtë çështje politike. Të pash nga balkoni. Po pse s'na foli, i them, pse s'na përshëndete? Po si t'ju flisja, tha isha me fshesën e korrendit në duar. Kështu që po besoj që do i kaloj shumë shpejt kjo gjë, edhe do ta ndihmojmë. Duhet jetë inkurajim edhe për burrat e tjerë, për familjet e tjera, shumë e rëndësishme që çifti, burri dhe gruaja të jenë bashkë në këtë mision. Jo vetëm në rritjen e shtëpisë, po edhe në kujdesin ndaj shtëpisë, sepse nuk bëhen gjërat vetëm. Gjërat vetëm do sillin stres, do sillin mërzi, do sillin përçarje në familje, kështu që prandaj duhet se s'bën të jeni bashkë në çdo hall. Faktikisht edhe prandaj po shtohemi dhe lumturisht shtohemi, sepse i ndajmë detyrat të dy edhe kur organizohemi dhe kur ikim për pushime, domethënë i kemi gjërat super të organizuara të dy, makina, çantat, pajisjet, si ndahen, kush merret me çfarë. Ti përmend pushimet tani dhe mendoj me 4 si ja bëni. Besoj e keni makinën e keni të madhe. Po, makina është e madhe, këtë vit do ta provojmë me 4. Këtë vit do ta provojmë. Brenda Shqipërisë apo jo? Besoj brenda Shqipërisë. Nuk është se zakonisht udhtojmë kur shkojmë tek familjarët tanë, shfrytëzojmë dhe rastin për të pushuar me ata, me motrat apo vëllezërit tanë. Por që këtë herë gjatë verës do ta testojmë në Shqipëri. Në rast se është e suksesshme, në rast se nuk kemi shumë zënka dhe shumë të qara në makinë, se kjo është sfida. Karakteristikën cila është? Është përqendrimi. Është një djalë shumë i përqendruar, është shumë i mençur, shumë. Lorës? Lora është lozonjare, ajo është insistuese, ajo insiston të marrë atë që do, gjithmonë. E Arta? E Arta është e ëmbël, shumë e ëmbël.
Ajo të vjedh gjithë vëmendjen dhe dashurinë me 2 gjeste krejt të vogla. Dhe Marla, nuk dim ta përshkruaj mende. Me këto buzëqeshjet ku gati tani. Buzëqesh shumë ose shikime se kanë dhe këto. Duket shumë miqësore. Duket shumë miqësore, u buzëqesh dhe fytyrave të reja, duket fle mirë. Nuk fle gjatë, sidomos gjatë ditës, por fle gjatë natës, kështu që... Po këto veshje karroca i ke trashëguar sa të njërit e tjetrit? Po, vetëm ne kemi marrë shumë, edhe rroba, edhe karroca kemi marrë nga motrat, edhe pajisjet e tjera. Unë mbaj mend që për djalin në 6 muajt e parë unë blija vetëm Pampers dhe sudokrem. Nuk blija asgjë tjetër. Çdo tjetër ishte dhuratë, ti më mendja. Të gjitha i kisha, edhe rroba të veshura nga se në atë kohë fëmijët as nuk lën njolla, as nuk i konsumojnë shumë. Edhe faktikisht tani, duke qenë një familje e madhe, janë impenjuar dhe të tjerë dhe na vinë vazhdimisht veshmbathje, çanta, këpucë, të reja apo të përdor. Për shembull, ti e pranon. Jo, nuk e kam problem. Vetë jep. Edhe jap shumë dhe i bëj gati. Domethënë në shtëpinë time tani ka çanta gati që edhe do ju sugjeroja të gjitha mamave. Rrobat, nëse nuk je në gjendje që të futesh në dollap dhe ti heqesh, bëj një çantë në një cep, lëre bosh, dhe sa herë ka rroba që nuk i bëjnë më fëmijës tënd, hidhi aty. Interesante kjo, po. Çanta është gati dhe ti vetëm i çon aty. Dhe kur të mbushet, e transporton tek personi që ka nevojë. Si është e ardhmen e tyre? E shoh të lumtur. E shoh të lumtur. Në Shqipëri? Nuk e di. Unë gjithmonë në vitet e para të lindjes thoja që djali dua të martohet, ose djali ose vajza më pas, me dua të kem shkëmbime racash në Shqipëri. Dua që të kem nusa apo dhëndër nga Korea për shembull, nga Japonia, nga Amerika. Do doja një familje ndërkombëtare. Po kjo varet nga ata. Unë nuk e di se si do vendosin, është... Po pse e ke këtë dëshirë? Sepse shoh kombinimi, është kombinimi, fëmijët që vinë nga këto kombinime janë shumë bukur. Janë shumë bukur. Mami e lumtur. Por ata nuk e din këtë. Nuk e din këtë. Ata nuk e din që un kam këtë dëshirë. Pra dua të them që un nuk dua t'i nxis mbi zgjedhjet e tyre. Sigurisht do t'i inkurajoj, do jap mendimin tim, por jo, për zgjedhje sa i takon martesës dhe familjes. Jam mama shumë e lumtur. Sepse jam dhe një grua shumë e lumtur. Dhe jam me fat për bashkëshortin që kam. Dhe do t'i inkurajoja vajzat të bëjnë shumë kujdes aty kur zgjedhin bashkëshortin. Të dashurin e jetës. Ai është. Po zgjodhe faren e mirë, do i kesh edhe frutat e mira. Dhe do ndalni te numri 4? Do ndalojmë këtu. Do ndalojmë këtu sepse edhe mosha ka avancuar, unë po shkoj te 40-at edhe gjatësia ndoshta, shëndeti nuk e përballoj dot më, edhe shtylla kurrizore nuk më përballon dot më një shtatzani tjetër. Fillon nëse se janë dhe këto sikletet që vijnë pas lindjeve dhe shtatzanive, mamat nuk mund të jenë detyrimisht njësoj. Jo, nuk janë. Si kanë qenë. Sepse gjithë to pesha ndër vite apo mbajtjet hopa. Po. Po sa herë kam fëmijët e vegjël, un kam probleme me kyçet. Mbaje me një dorë, laje me një dorën tjetër, kështu që nga ana shëndetësore nuk mundem. Nuk mundesh. Do doja, pse jo? Dorën falenderoj shumë që ishe në mamë. E kam shijuar shumë bisedën që bëm bashkë dhe jam lumtur që edhe mesazhet për mamat edhe si gjithë familje e bukur që jeni. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë suksese në ëndrat e tua. Edhe juve suksese me programe, në punë, në mision, në familje dhe presim t'ju shohim familje të shtuara. Faleminderit shumë.